Në Durrës këtë shtunë, në pikët e karburanteve, nafta filloi të shitet më lirë në 200 lekë për litër. Kjo pasi bordi i transparencës ka reflektuar një ulje të ndjeshme, veçanërisht për naftën, e cila tashmë bie nën pragun e 200 lekëve për litër. Sipas vendimit të fundit, çmimi i shitjes me pakisë për gazoilin në 590 do të jetë jo më shumë se 197 lekë për litër, ndërsa me shumicë 185 lekë për litër. Për benzinën çmimi me pakisë është caktuar jo më shumë se 172 lekë për litër, ndërsa me shumicë 160 lekë për litër. Vendimi hyri në fuqi ditën e sotme me 18 prill në orën 10:30 dhe do të mbetet në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të rishikohen sërish çmimet në varësi të tregjeve ndërkombëtare. Autoritetet u kanë bërë thirrje operatorëve të tregut që të zbatojnë me përpikmëri këtë çmime, duke paralajmëruar masat e forta në rast të shkeljesh deri në pezullim të aktivitetit. Në një linjë të përbashkët, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministria e Financave dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë theksojnë se mbeten të angazhuara për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës në treg. Ulja e çmimit të naftës shihet si një zhvillim pozitiv për konsumatorët dhe sektorët që varen nga transporti, në një kohë kur luhatjet në tregjet globale të energjisë vijojnë të ndikojnë drejt për drejt në ekonomitë vendase.